Nga hyrja në fuqi e rregullores së re, pagesat do të bëhen vetëm në pasim, sepse nga 1 janari vitit 2025 e tutje, është kompetencë vetëm e jona, dhe ne I bëjmë thirrje qytetarëve me mirëkuptimin më të plot dhe më të mirën të mundshëm, ti përgjigjen pozitivisht thirrjes tonë, le ti kryejnë obligimet tona, në rast se paraqitet kontestim mes nesh dhe komunës, nuk duhet të ketë pasuja qytetari. Dhe unë vlerësoj që sa ma shumë pagesa në ndërmarrjen tonë, mundësit jenë më reale që ne me ofru shërbimin. Të njëjtën çështje qysh e bojnë në Termokos, në Parking Prishtina, në secilën ndërmarrje të kryeqytetit, ku marrin shërbime, njëjtën të bojnë edhe te na. Se s'besoj që kanë telashe në këto ndërmarrje tjera publike, njësë kanë me pas telashe edhe në këtë situatë, sepse edhe kjo çështja e komunës do të marrë epilogin shumë shpejt, sepse baza e tyre ligjore nuk ekziston, ne jemi duke I ndërmarrë hopat tonë ligjore dhe nuk kemi mundalë në këtë drejtim, dhe kemi me kërku llogaripi secili që është duke bënë paqartësi të qëllimshme ndoshta rreth kësaj çështje.